Miqtë mi, ju përshëndes, ja tek ritakojmë dhe këtë të shtunë në orën 18:00 në podcastin tim. Ditën e sotme në këtë podcast kam të ftuar një piluriote, një bregase, një artiste dhe e cila rrjedh nga një familje me shumë traditë. Ajo është Parashevi Qipa. Parashevi, kënaqësi që të kam ditën e sotme këtu në podcastin tim dhe ju falenderoj që pranuat ftesën për të qenë dhe ju pjesë në këtë podcast ku të ruajmë dhe të kemi një kujtim së bashku. Pavarësisht se ne njihemi dhe jemi takuar edhe disa herë të tjera. Faleminderit edhe një herë. E si mund të ndodhte ndryshe që unë të mos ta pranoja kërkesën tuaj të këtij djali kaq të mirë, ku edhe zojt vet e kanë zili në pamjen e vet dhe në mendjen e vet. Më bëre të skuqem, shumë faleminderit. Ditën e sotme në këtë podcast ne do të rikthehemi shumë pas në kohë, pikërisht kur ju keni qenë një vajzë e re dhe e vogël, pavarësisht se ju jeni dhe re mbajnë në formë pasi arti qëllimin e vet të ka. Si kujtoni fëmërinë tuaj, një motër e 4 vëllezërve, vajza e një artisti shumë të madh që në atë kohë ka bërë jehon me këngët e tij të bukura, siç një ndër to që spikatori i madh i Lefter Qipa te ju e ka qenë kënga Tundu Beke Bardh. Dhe si ndjeni ju kur ditën e sotme ju rikujtojnë që jeni vajza e të madhe Lefter Qipa? Ndjeni e privilegjuar në këtë pjesë e dashur Parashevi? Vërtetësisht, aq sa e privilegjuar dhe aq sa e kënaqur që je në këtë pjesë, je shumë e lumtur në shpirt, që ti je vajza e atij burri që ishte vërtet një burr me shumë vlera, jo vetëm se ishte babai im, po ishte një njeri që donte kombin, donte njerëzit, donte popullin, donte flamurin, donte Shqipërinë, mirë po ashtu ishte edhe kundërta. Aq sa i mirë që ishte në të gjitha këto, aq ishte dhe i ashpër në gjërat që ai donte të shkonin më së miri. Dhe në veçanti vajzën ai e donte që të ishte shumë korrekte në gjithçka. Të mos të familjen patjetër që kishte shumë të shenjtë dhe në çdo kohë neve ndjenim shumë kënaqësi në moment që babai vinte në shtëpi dhe gjithmonë ai vinte me njerëz. Si të mos ndjej kënaqësi kur ai vinte me njerëz. Aq më tepër që unë isha një vajzë vetme, isha e madhja dhe isha edhe me 4 vëllezër. Dhe më duhej gjithmonë të isha gjithmonë e gatshme për çdo gjë. Megjithatë, vajza duke marrur dhe nga babai, sepse është vetë geni që ecën, duam apo nuk duam neve dhe për këtë jam shumë e lumtur që kam marrë shumë gjëra të tij. Ne u rritëm edhe në Himar dhe duke u rritur te në Himar ndikoi shumë për formimin tim. Ore edhe ujët e detit kanë ndikuar aty. Edhe ajo mua më ka çliruar shpirtin dhe mendjen time. Dhe faktikisht babai shumë pak orinte në shtëpi sepse ai gjithmonë ikte që merrej me grupin, pa të kohë që rinte ai prap studionte, punonte dhe me njerëz, po prap ne arrinim të kapnim diçka. Vlegjja më e bukur që unë kujtoj kur ne kemi qenë të vegjël, se ne nuk e kemi pasur vetëm shtëpinë kështu, ne kemi pas dhe konvikt. Gjithë studentët, nuk mund të maturantët ose gjimnazistët më bukur që vinin nga Piluri se s'kishin ku të rinin, dhe babai im i strehunte në një dhomë. Dhe ne bëjshim shumë veta në shtëpi dhe duke u bërë shumë veta ne në çdo natë këndonim në shtëpi. Këndonim sidomos nëna ime, këndonte çdo natë, unë vajzën e valve që unë isha e vogël shumë, nuk e dija që ishte vajzë e valve si këngë, po këngët o ju zot që vini, dua t'ju pyes, këto letra do mi shpini, do më thënë këtë këngë unë i kam mësuar nga nëna ime që këndonte çdo natë. Mendoj një grup me nxënës gjimnazist, me ne të ishim shumë të vegjël, se unë në Himar atëre kam qenë në filloret, kam vajt klasë 2 në Himar, dhe ne ishim emigrant brenda në vendin tonë, se andej flitej greqisht gjithandej, dhe ne ndiheshim të huaj për gjuhën tonë shqipe. Megjithatë u ambientuam, babai ndikoi mirë, njerëzit na donin, na respektonin. Kështu që po prap i madh i mban çik pesh më shumë në familje, duam apo nuk duam, kështu që ishte shumë kënaqësi, por është edhe përgjegjësi të jesh vajza e një personi publik siç ishte babai, duhet ta kontrolloje veten në çdo moment.
si mos bëra gabim, mos po la diku jo mirë, mos nuk u solla mirë, mos më thënë emrin e babait duhet ta mbanim gjithmonë lart, nuk donim të bënim asgjë më të vogël që mosha bën të saj. S'duhet bënim asgjë gjë të vogël me qëllim që të mos nëllosej emri i babait. Po. Megjithatë babai kishte vlera në drejtim në shtëpinë tonë nuk bëj kur muhabete jo me vlerë. Gjithmonë do bëheshin muhabete për librat, për këngët dhe për personat publik, artistët, më shumë sepse ata normalisht për intelektualet e asaj periudhe. Shiko, e dashur, pyetja ime për ju është që ju më shumë qëndroni brenda këtyre kornizave tani që nuk ndodhet fizikisht atë juaj apo kur keni qenë në moshën tuaj? Një pyetje shumë e bukur. Mua kjo korniza më ka ndikur gjithë jetën. Sepse duke qenë një vajzë vetme, duke qenë dhe nga Bregu, ose ishte një zonë që kishte... Bregase, valla, e kam dobësi këtë fjalën Bregase dhe të falenderoj që ti e the kaq bukur. Duke qenë tamam një vajzë vetme me 4 vëllezër, mbarova dhe një shkollë arti që në atë kohë ishte shumë vështirë të mbaroje shkollë arti, sepse ishte mentaliteti i njerëzve që nuk donin goca të shkonin në shkollë arti dhe ishte shumë e vështirë, do më thënë të arruaj atë figurën tënde, kudo që kaloje, do më thënë matesh e mirë. Megjithatë, unë jam shumë e lumtur dhe sa t'jem e të rojë, do t'i përule me emrit të babait tim që më futi në shkollë të artit. Se atyre ndoshta duke qenë një gocë shumë e ndrojtur, shumë e brisht, se kam qenë shumë e brisht. Nuk jam kjo që jam sot, nga që dhe natyra e babait ishte shumë e ashpër, sepse ai donte që ishte përkushtuar këngës dhe librave dhe donte të ecte gjithmonë në rrugën më të bukur dhe më të mirë. Dhe ai nuk toleronte, nuk falte. Unë doja të këndoja polifoni dhe nuk këndoja, sepse kisha frikë, thoshte një gabim të më bëj, ai do më godasi. Nga që ai nuk falte. Dhe them që unë nuk kam kënduar vetëm për këtë arsye. Kam qenë shumë e brisht dhe babai e shikonte këtë pjesë, unë isha shumë e brisht, por autoriteti i tij ishte jashtëzakonshëm. Kështu që dhe unë edhe sikur të doja, nuk mund të diskutoj autoritetin që kishte babai që unë të ndryshoja. Sot detyrimisht që unë jam formuar sepse jam një nën, jam një artiste, jam një zonë që jam shumë sociale dhe në shoqëri kudo, por më pëlqen shumë që kam marrë shumë veti të babait. Dhe edhe ai ma tha në fund të jetës së tij, ti parashje vije unë tha. Dhe vërtetësisht u kënaqa që arriti babai im të ma thotë, pavarësisht se kishin kaluar shumë vite, por ajo gjë të ndjek. Është shumë e vështirë që të jesh vërtet një vajzë, një person i publik, se kudo nuk je në atë lishmërinë tënde që duhet t'i jesh në gjithçka. Sepse matesh mirë në problemet me njerëzit, në përballje, në të gjitha. Gjithmonë mendoja, do thonë që është vajzë e lefterit. Kore kudo që kaloj, e në autobus në rrugë, aq më tepër kur isha në zonën time, që aty patjetër që mate isha mirë një, e më gjithse aty kisha prap një punë shumë të bukur, se atëre kam qenë qendra kulturore të fëmijëve, ku bëja aktivitetet me fëmijë, dhe ka qenë punë shumë e bukur, dhe bukuria e punës më ka ndjekur me bukurinë e talentit babait tim. Ju pak më herët dashur parashevit cituat që qëndroja shumë e stepur se mos bëja ndonjë gabim dhe ndaj kjo ka qenë një ndër arsyet pse unë nuk kam kënduar në ato kohë pasi i madh ka qenë shumë korrekt dhe shumë strikt në familjen tonë që ju keni jetuar. Ju jeni një familje e madhe, jeni 4 vëllezër dhe një motër. Pa dalë tek pyetja që jeni apo nuk jeni privilegjuar që jeni motra e 4 vëllezër personalitete në fushët e tyre, pasi jeni një familje artistësh, do tani pak më vonë te kjo pjesë, por desha të bëj një pyetje që i madhi Lefter Qipa ka qenë përveç se autoritar në familjen tuaj, ka përdorur ndonjëherë dhunë fizike? Jo, dhuna nuk bëj fjalë, jo, po nuk kishte nevojë të përdorte dhuna. Fjalë. Ai një herë të ngrinte zërin, nuk kishte vend ku të futeshim. Nuk arrinte deri atje se ishte pamundur, fjalët e tij ishte shumë, unë doja të këndoja dhe brenda vetes time dhe unë e shikoj. Të këndonte shpirti. Që babai im ka pasur mua në grup me fëmijët e vegjël. Mirë po isha kisha frikë nga vetë autoriteti i tij, nga ngritja e zërit të tij. Frika ti më detyronte të stepesha. Dhe detyrimisht, por që të jesh një motër me 4 vëllezër, je një kala që nuk ka tremet të tundi. Vërtetësisht ndjehesh më mirë nuk ka.
Dhe ajo thënia e popullit që thonë mos qoftë motër pa vëlla është vërtet shumë e saktë në popullin shqiptar, se populli jon ka thënie shumë të bukura. Ka disa thënie shumë të bukura, por unë gjithmonë duke qenë me 4 vëllezër jam ndier një vajzë, tamam një kala e lumtur në jetën time, një kala buzdetit që gjithmonë merri atë freskinë e detit. Edhe për fat të mirë ne kemi shkuar shumë dhe shkojmë, kemi një harmoni familjare të jashtëzakonshme. Dhe kjo ka ndikuar që të kemi të marrëdhëniet e mira dhe unë të ndihem mirë, se sot janë futur shumë gjëra në mes dhe njerëzit kanë ndryshuar. Mirë, po ne nuk ndryshojmë. Ne kemi marrë kulturën familjare në gen dhe këtë gjë unë e kisha vënë re edhe tek njerëzit e babait tim. Ishte një familje me një kulturë të veçantë. Të gjithë xhaxhallarët se kanë qenë gjithë kanë degën e artit në familjen tonë, xhaxha, halla, të gjithë njerëzit. Por të gjitha këto kanë ardhur nga gjyshi, se kanë pas një gjysh shumë ndjehapur. Ai edhe sot e ka të shkruar në varrin e tij, ku shkon mbas dritës, dritë do të ketë. Dhe vërtetësisht ne jemi një familje që duam shumë dritë. Ora edhe dritën thjesht në dhomë, mundësisht i kemi të ndezura të gjitha. Më thënë këtë gjë e kishte edhe babai, bile babai më se frikte kur dritat natën, gjithmonë i mbante ndezur. Dhe kjo, domethënë, mua më ka bërë përshtypje që e vogël që isha. Se duke që ishte një familje e veçantë. Unë isha fëmijë, por shikoja që ishin ndryshe nga njerëzit e tjerë. Dhe sot që gjykoj më ndryshe, shikoj dhe gjykoj se unë vërtetësisht ka qenë familje me shumë dritë, familje e babait tim. Mbaj mend që profesor Aleksandër Çipa ka theksuar një herë që i madh ka qenë shumë autoritar kur e kujtonte një pjesë kur e ka ulur në makinën e shkrimit, me që se kemi dhe makinë e shkrimit to, për të redaktuar këngën Vito Pullumbesha. Dhe profesori më kujtot që e ka thënë këtë dhe kur ishte tek strofa që kishte zbritur që është Vito Pullumbesha në krahët e tua fjeça. Flokët e tua të ëndë dimëron një fshati tër. Aty gjumi më bën mirë, aty kalofsha djalerin. Edhe më kujtohet që profesori kishte shprehur tatit të vet që aq flokë të dëndura pas ka pasur kjo Vitua sa i gjithë fshati që ndronte në flokët e saj. Edhe ndërkohë i madh Lefter Çipa e kishte thënë që çon nga makina e shkrimit dhe ti nuk e më mundësinë të redaktosh në vargjet e mia. Është e vërtetë kjo, është shumë e vërtetë. Bile ndonjëherë sa Andri ndërhynte kështu, i thoshte dil jashtë, i thash nuk e bër ti të më korrigjosh mua. Bile me buka ishte i bëj unë një pyetje naive. Isha në fillore kam qenë atëre dhe lexoja këto poezitë lirike të babait, se më pëlqenin shumë. Edhe i them babait, të gjitha, tamam pyetje naive, të gjitha këto poezitë që ti ke shkruar i bën realitet, i them, se nuk isha fëmijë. Pastaj i kam bërë një pyetje përsëri kur isha e vogël, me këtë këngën e Naimit, shumë jetove pak në ale, shumë more dhe në dhe. More Naim Shqipëria, jeton në këngët e tia. Edhe i them, babi i them, po mi më qa morja i me vete, se fëmi naive, me ndo. Pasaj unë, babai më asaroj, keto drejt këtu i tharë, se isha në dhe fillore, dhe nuk ishim këto horizon dhe këtë që kemi tashi normal. Por, babai, për një gjë më pëlqente, që sa herë ne kishim njerëz në shtëpi, se unë kam edhe nënën që ishte një ekzemplar i rrallë, me bujarin dhe mirësinë e saj, ndryshe babai im ishte ekstrem i kësaj gjë. Por e ekuilibroheshin me njëri tjetri, se ajo ishte me shumë mirësi dhe me shumë butësi, babai mi ishte shumë ekstrem. Natyrisht që se unë i njoh tani botën e artistëve që janë. Artistët janë me ekstrem, janë natyrë tjetër, duhet jesh shumë i qetë që të hash bukë me ta, edhe do t'i qetë dhe nëna kishte filluar merte vargje nga babai, kishte filluar dhe ne qeshnim, se i thoshim, e bërë dhe ti poete, po duke jetuar me të, po me bukur është, kishte duke lexuar një ditë, se ai kishte një gjë shumë të mirë, dhe mua më pëlqen edhe sot dhe ruaj me shumë fanatizëm dhe seriozitet, veshjen bregase, unë nuk e ndryshoj. Jo vetëm bregase, po veshjen shqiptare. Më pëlqen shumë traditat, i dua dhe jam fanatike në zbatimin e tyre dhe dua t'i trashëgoj dhe të fëmijët tanë. Dhe duke lexuar një ditë një libër me poezitë babait tim dhe thoshte fustan i mbi gjunjë
shalet të përjashta. Ke apo s'ke burë, kur mos ta pafsha. Dhe unë kur shkoja te babaj, Shumë e bukur kjo. ma të isha mirë në veshjen time, se ai nuk të falte. Unë shkoja me fund me pala. Në atë kohë, edhe u bile dhe sot i veshjer zakonisht shumë, se edhe më pëlqen, natyrisht më pëlqen, por te babaj im ma të isha mirë kur shkoja. Në veshjen time duhet të isha se ai nuk të falte. Bile në një periudhë që ai ishte në spital, edhe unë kisha vënë një fjongo. Më pëlqen shumë se është një detaj që i veçantë dhe për kohën dhe për moshën tonë nuk mbado kushdo. Ma pa me atë syrin e tij me shumë shije, brava me kritik, dhe më thot mua, ke vënë fjongo? Po, i thash, shumë më pëlqen shumë. Më thot mua, mbaje, thot, se është një detaj shumë i vogël, thot, por të ka zënë vend. Një detaj shumë i vogël. Shumë i vogël, po të ka zënë vend. Dhe unë vërtetësisht atë fjongon e mbaj, nuk e shkolla nga flokët, po. Se ishte shumë i detajit, babaj më ishte shumë. Detajis deri në gjën më të vogël. Ai do vishesh e ti për të dalë do shikon, dhe thoshte ktheu, nuk të shkon kjo gjë me këtë. Dhe për këtë gjë më ka pëlqyer sepse ma bri dukat dhe mua. Unë mund të jem duke dalë, vishem dhe dalë, shikoj diçka që s'më pëlqen, do kthehem të zhvishem përsëri nga e para të gjitha. Dhe për këto gjëra më pëlqen, po ka ndikuar babaj. Pa ai nuk ishte vetëm një poet. Ai nuk ishte vetëm një këngëtar. Ai mbaj mend vitet e para unë që kam qenë e vogël, i binte violinës, sepse babai im ka bërë një kurs në shtëpinë e Pionerit në Vlorë. Se ne kemi pas banuar në Vlorë dikur, dhe lekur i binte filharmonikës, pastaj që ai fluturonte. Në ato mbrëmjet që bonte me rinin, me grupin, ai ishte fluturonte. Kaq shumë me atë filharmonikën e tij. Dhe ishte për gjithçka të tipte mendim. Kishte një gjë shumë të mirë babaj që jo vetëm për detajet e veçantë, ai edhe njerëz ta vinin, shikonte mënyrën e tavolinës se si kishte shtruar. Më kujtohet që në një intervistë e shprehur i Madh Lefter Çipa thoshte që flamurin na ka lënë të parët tanë, ndërsa qiriun na imi. Duhet në tavolinën kur konsumon qoftë darkën apo drekën, flamuri dhe qiriu. Ishin këto në dy elemente kaq detajiste që ndronin në familjen tuaj sa ju konsumoni të shumë e vërtet. Flamurin bile na i ka fut dhe ne në gjak. Bile vetëm një gjë që mua më ka bërë përshtypje në Shqipëri dhe nuk pajtohem dot në festat tona kombëtare, që janë festa vërtet për të krenuar, nuk shikoj një balkon që të nxjerrin flamurin shqiptar. Kjo gjë mua më ka shqetësuar shumë. Bile edhe në një aktivitet që ishte për shqiptarin, unë ngrita dhe thash këtë gjë. Ore, si ka mundësi të mos kemi një çik shpirt për flamurin tonë. Atë dashuria, atë dashës. Për flamurin tonë që është aq i bukur, aq krenari, aq. Ore, ta vësh sikur dhe mos ta duash, ta vësh thjesht për bukuri, për ngjyrat që ka ai flamur, lere pastaj vlerat që nuk diskutohet, më thënë është lumturi. Dhe unë çdo vit që unë nxjerr një muaj para flamurin në balkonin tim dhe hedh sy të rezerotu, sinqerisht mërziten shumë. Nuk ja u bëra kot pikërisht të pyetje pasi ju jeni lindur, rritur në pilurin tuaj të dashur. Ose mundet ta themi që kur i bën në majën e pilurit, je sikur je në avion. Unë se kam vizituar ndonjë, por do së shpejti do ta vizitosh. Së shpejti, patjetër. Ju keni qenë një familje me tradita të një pasnjërzve të cilat ju keni trashëguar edhe sot e kësaj dite, pavarësisht se ati juaj nuk jeton më. Dhe nga hulumtimet e mia që kam bërë, ju keni në Pilur keni një agroturizëm, le ta quajmë kështu, që quhet Vila Çipa. Aty qëndron i varur flamuri shqiptar dhe pyetja ime për ju është që disa banor që janë në Pilur pretendojnë ose janë deklaruar që janë grek. Keni pasur këto konflikte që ju ngrini flamurin shqiptar në Pilur? Se duhet të jemi realist që ka disa, më saktë shumica thonë që ne nuk jemi shqiptar, por jemi grek në zonën e Pilurit. Shiko si është problemi. Kjo është një element në i cili është vërtet problematik dhe kërkon shumë kohë për diskutim, që i cili nuk po jepet një rrugëzgjidhje që të dalin në një konkluzion. Kjo hipotezë e cila është hedhur kohëve të fundit. E vërteta është se në shtëpinë e babait e kemi në himar. Dhe në himar flamuri është 30 metra i lartë edhe sot. 30 metra i lartë? 30 metra i lartë edhe sot. Si që ka lënë babaj, po e mba vllai im i vogël Ardiani, kujdeset e ndëron kur prishet se fryn erat nga deti gjitha, zbardhe detyrimisht, dhe është 30 metra i lartë. Dhe prandaj jeton në shtëpia e flamurit.
ishte e vetmja shtëpi që ka flamur Neymar. A mund të ndodhë si ta ngresh flamurin shqiptar Neymar? Jo. Ndaj ju pyeta, kjo ishte bile në 97-ën shtëpia jonë është qelluar me Kalashnikov për të vetmen arsye. Në 1997, në kohën kur u hapën depot e armatimit. Për të vetmen arsye vetëm për flamurin, që është ngritur, që ka disa vite. Edhe në Pilur njëkohësisht aty ku është edhe Villa Qipa, aty kanë qenë gjyshit, bile dhe baba im jetën më të madhe ka kaluar aty sepse ai rinte në Pilur që merrej me grupin. Dhe në shtëpi vinte rrallë, nuk vinte shpesh. E ka xhaxhai Kristua, i cili merret trashëgon dhe grupin e babait, merret dhe ecën. Dhe i falemderit shumë që ai e ka dhe këtë aftësi dhe talent shumë, djali Zoti, që edhe shkruan se ka dhe penën, thash, Qipa e kanë në gen artin. E kanë si dinastilet e poezin, bravo. Dhe flamurin ai e ka. Në Pilur e vërteta është që nuk ka minoritar, s'ka se si të ketë në Pilur, por klanet e ndryshme i kanë bërë punët e tyre për çështje ekonomie. Megjithatë, ata nuk kanë ndërhyrë tek neve për çështjen e flamurit sepse din autoritetin ton që ne kemi, din shpirtin ton, din dhe sa e duan flamurin dhe nuk e marrin guximin që ata të thonë diçka në këtë drejtim. Kështu që flamuri ngelet aty ku është në të njëjtën gjendje. Ku e ka lënë atë juaj? Po e ka lënë babain, po, nuk e absolutisht që ja, po. Ne kemi në shpirt atë gjë, nuk mund ta hiq. Për çfarë nuk ka shkruar të Lefteri? Për atë dheun, për dashurinë, vetëm për prindërit nuk shkruaj ti, se më kujtohet kur ka thënë në një intervistë të tij publike që talenti im nuk mund të shkruaj për prindërit. Po, për babaj nuk mund të shkruante vërtet, ai ishte një burr shumë filozof. Ai ishte në gjendje të bënte gjithë politikën e Ballkanit. Flasim në atë kohë kur ishte. Dhe unë them, e vetmja gjë që unë do kisha mësuar shumë prej atij burri, po nuk jam rritur se unë jam rritur në Neymar, kurse gjyshim rrinte në Pilur, por nga ai njëri kishte shumë të mësoje. Dhe babaim duke ditur që Iliati ishte një burr shumë i mençur, derisa ai ka mbyllur syt ka qenë me libri në dorë. Dhe thoshte nuk mund të shkruaj unë për këtë njerëz, sepse ai është shumë më lart nga unë. Dhe nuk arrit do të shkruaj. Ai ka pas edhe një nën shumë brillante, një nën punëtore, një nën me shumë dritë. Një nën që unë në atë kohë, domethënë nuk shikoja gjyshen time që siç e kanë gratë që mund të merren me ajo grua merr vetëm me punë. Dhe kështu që babaim ka pas një bazë familjare shumë të shëndosh. Dhe prandaj ishte ai që ishte, ku na e përcolli edhe neve këtë gjë. Bile kur i iku nëna e tij, babaim ishte 75 vjeç. Dhe u mërzit shumë, jashtëzakonisht, dhe tha kur ikë nëna vëllezëria marrin Aratin. Kjo s'mikën nga mendja pasi nëna është ajo që i mbledh fëmijët, gjithmonë shkojnë, mblidhen për vizitë, është pa qef ose është mirë ose ka ditëlindjen, mirë po kur ikën nëna ftohet shpirti, shpërndahen, tamam si zojt e korbit që largohen vetveti edhe babai e rëndua shumë kur ikën nëna, se ndodhi që unë isha Neymar atë ditë, edhe e ndjeu shumë ikjen e nënës. Se kishte edhe shumë nga temperamenti të jemës. Mençurinë kishte nga Iliati, po temperamentin kishte të jemës. Që të nënës. Pasi djem të trashëgoj nga nëna. Pasi kur ne nisëm podcastin së bashku dashur, paraqevi ju theksuat që ne jemi akoma të pesë së bashku dhe i respektojmë këto trashëgimin që na ka lënë babai. Meqense i madhi Lefter Qipe ka deklaruar që fëmijët përçahen me largimin e nënës. Fatmirësisht nëna juaj jeton akoma. E keni këtë frikë? Jo, nuk e kemi. Absolutisht, pasi babai i ka thënë Sandrit. Sandri, do shpikësh sebeb pas sebeb që ti mbledhësh vëllezrit. Sepse po nuk i mblodhe, do largoheni. Dhe ne tani kemi krijuar atë për shkak çdo vit në datën 1 të vitit 3, ne mblidhemi përsëri tek shtëpia e prindërve, ku është nëna. Po edhe në nënë mos ishte dhe ne kemi dhe një gjë të mirë që nuk mblidhemi vetëm ne si vëllezër, po mblidhemi dhe me xhaxhallarët bashkë. Sepse kjo ka ardhur, xhaxhallarët janë moshë pak, nuk kemi shumë diferencë moshë, se babai im ishte i madhi dhe ishin 5 vëllezër mbas babait. Unë për shembull me hallën time kam 2 vjet diferencë. Ose me xhaxhain kam 5 vjet diferencë. Unë kam si vëllezër, jo si xhaxhallar, brava. Dhe e di që kjo nuk ndodh. Çdo 15 gusht ne mblidhemi prapë në Pilur. E kemi bërë si tradit. Kështu që kjo nuk do ndodh kur te fëmijët e Lefterit. Më vjen vërtet shumë mirë.
Vërtet i madhi Lefter Çipa nuk ka bërë një këngë për prindrit e vet, por ama profesor Sandra Çipa ka shkruar një poezi. Koha punon për t'i vjetruar portretin. Do më lejosh që ditën e sotme unë do ta recitoj. I madhi profesor Aleksandr Çipa ka thënë: "Një foto e ershme e atit tim më shtyn edhe më t'ia dua portretin. Në atë morsa timen ati ishi bukur, por koha në vite e mpaku e treti. Si një dushk që përcëllima një deg se apreku. Tani nikotina është aroma e tij. Si vjet edhe më pak, u zeshk, një vit të tërë zbëri vjersha. Në sytë e rasur, thellë mbajti, një pezm të zymt prej poeti. Koha punon për t'i vjetruar portretin." Ishte kritik Lefteri ndaj penës të Sandrit? Po, ishte shumë. Bile gjithmonë që ata bënin biseda të ndryshme, ndërhynte babai gjithmonë. Mirë po Sandri ishte në një stil tjetër të shkruari. Në mënyrë filozofike, e ka në mënyrë filozofike. Ishte, dhe ndërhynte gjithmonë. Megjithatë, kishte gjë të mirë që Lefteri e gjente mënyrën se si ta thoshte që ti të mos mërziteshe. Të ta bënte vrejtje, por jo në mënyrë që ti të vërtet të mërziteshe. Dhe e gjente mënyrën që por në mënyrë që të bindeshe që ti e kishe se kishe mirë. Nuk e kishe mirë. Po. Sandrin babai e ka dashur shumë. Bile ne kur ishim të vegjël i thoshim djali babit. Se Sandri ka qenë dhe shumë i shkatët, po dhe nga natyra babai e pa që ai kishte perën dhe gjithmonë e donte, por jo vetëm ajo, se ne kemi edhe një traditë që trashëgojmë emrat e njerëzve të gjyshërve. Dhe si rregull Sandri trashëgoi emrin e një xhaxhai të gjyshit që siç kishte emrin ishte. Dhe Sandri vërtetësisht ja ka marrë të gjitha atij. Dhe babai më donte shumë atë xhaxha. Jashtëzakonisht po dhe ai e donte babain. Dhe në moment që sa ka lindur Sandri, i ka vënë direkt emrin atij dhe kishte shumë të shenjtë. Për fat mori dhe penën. Dhe Sandri u bë vërtet shumë i shenjtë për babain, se zakonisht tonë vajzat, por jo, ishte Sandri më i shenjtë për babain. Po. Gjithashtu edhe Akri shkruan shumë bukur, djali i Sandrit. Po vazhdon akoma kjo tradita e ruajtjeve të emrave në familjen tuaj? Apo jo, se Akri besoj se ka pasur ndonjë paraardhë si juaj këtë emër. Jo, Akri ka një histori tragjike mund ta themi neve, sepse nëna ka ikur një vllai vogël 3 vjeç e gjysmë. Sandri ishte student në Gjirokastër dhe u mbyt me një fasule. Po ishte shumë tragjike vdekja e tij. Dhe Sandri ishte në Gjirokastër dhe nuk arriti. Ne kishim varosur në moment që erdhi Sandri dhe nuk e gjeti të gjallë. Nuk e gjeti fare as kështu. Dhe Sandri t'i ngeli shumë merak dhe në moment që lindi 3 vjeç e gjysmë. Dhe emrin e kishte Akroqeran. Sandri ishte në shkollë të lartë, Gjirokastër, në 83-shin ka qenë. Duhet këtë qenë diku tek 20, 21 Po, jo në shkollë të mesme ka qenë, sepse në 83-shin kam mbaruar unë. Kështu që Sandri ka qenë në shkollë të mesme. Dhe Sandri kishte parandinja e tij, kishte 2 ditë që ngrihej i herët në mëngjes dhe këndonte këngën Naim Shqipëria Naimo Birbilo, domethënë një parandinje. Profesor Aleksandr Çipa këndonte? Po, Aleksandr Çipa në 5 të mëngjesit, ajo parandinja e vajtimit. Po. Dhe këndonte këtë këngën e Naimit 2 ditë rresht, pas 2 ditësh mori vesh i në vllajt të tij. Dhe ai në moment që lindi djalin e tij që kishte ngel merak, i buri emrin Akroqera, po i ra shkurt pastaj Akri, po. Domethënë ka një domethënie emri i Akrit. Qëndroni sërish me atë. Po, e kemi. Profesor Aleksandr Çipën e kemi parë gjithmonë të fortë në debate politike, gjithmonë një zë kritik në gazetari, por kurrë nuk e kisha dëgjuar që profesor Aleksandr Çipa këndonte. Maksimumi mund të shkonte mendja që madje ndonjë në komponentin e ISOS. Por këndonte Sandri, se ju më thatë që këndonte në atë moment kur ishte ajo pjesa tragjike në familjen tuaj. Por në raste tjera ka kënduar Aleksandri edhe këndon edhe kërcen. I ka të dyja. Dhe është një këngëtar shumë i mirë dhe një kërcimtar shumë i mirë. Bile kur ka qenë i vogël, ai ka qenë me grupin e vogël e vegjël të fëmijëve me grupin e babait. Që i vogël, kur ka qenë kongresi i 5 i Frontit Demokratik në Vlorë herët se ti je i vogël, Sandri ka marrë pjesë me grupin duke kërcyer, duke hequr vallën. Dhe ka shumë talent.
por ju fut penës dhe i la këto talentet e tjera, i fshehu këto talentet, kur jemi në tavolin familjare, Sandri edhe këndon, edhe kërcen është shumë allegro. Ne në përgjithësi jemi allegro të gjithë, bile në momente që baba im ishte në qik i ngrohur dhe i ngriheshin qik tonet e larta, dhe në si ta ullnim, filloja këndoja unë polifoni. Sa dëgjon të këngë na i qetësoj. Dhe ja këshim gjetur mirë këtë gjë kohën e fundit, sepse ai nuk ishte edhe faj, se ndryshoi sistemi, ndryshuan gjërat, grupi nuk e kishte, dhe kjo pjesa e grupit e lose shumë, dhe gjithmonë revoltohej. Edhe në që goda nga cmonte, sepse në shtëpi mbyllur, a ishte mësuar social me njerëz gjitha, dhe ne kur mblidheshim gjithmonë. Dhe më alegri se në shtëpin tonë nuk gjeja. Dhe kur ai ne vrikose që e kapte në në qik ajo gota, dhe ne direkt fillonim dhe këndonim polifoni. Bile unë i kisha bërë dhe një surprizë shumë të bukur me polifoni, që nuk i shkonte në mendje babait. Dikur me një grup, me një asambël të fjerit, shkojmë në Francë. Dhe jeta është shumë të sjell disa surpriza që nuk të shkojnë në mendje. Në këtë skenë ku unë shkova, mbas 30 vjetëve, baba im kishte qenë me grupin e Pilurit atje, me asamblin e Vlorës, në të njëjtën skenë. Dhe ata na kërkuan që ne të këndonim një polifoni, se asambli nuk ishte. Duke mbledhur ne aty se labëri ka kudo, labër dhe ata këndojnë të gjithë. Se u mblodhëm duke diskutuar për të bërë një grup. Unë kisha filluar, ishin hapat e para, që kishim një grup polifonik të asambli punës, dhe aty fillova të këndoja. Filloj këndoj në Francë, dhe inqizoja sjell babait, po pa i treguar foton kush isha. I them, unë pres vretjet e tua për këtë vajzë, si këndon. Unë e dje qa vretje do bënda, se dhe duke qenë muzikante, unë i di vetë gjëra. Më thot mua, që është kjo vajzë që këndon si nga Piluri? Kjo ishte pyetja e parë. I them unë, kjo është vajza jote. Nuk e besoj, më sa mua. Po, i them unë, dhe unë i kthej pastaj fotografin dhe videon që kisha bërë. Aty vërtetësisht i erdhi keq. Më tha, mua nxorra talente gjithë vajzat e botës dhe lësh mbas dore vajzën time. Por megjithatë nuk është bën kur. Edhe unë prandaj të thash që unë kam dashur të këndoja, por nuk këndoja dot vetëm se ndruhesha nga babai. Dhe ai vërtetësisht u kënaq. U kënaq shumë që më tha, ti parashqivi ke shumë talent, që edhe një grup mund ta bësh dhe ta mbash sepse e ke aftësinë. Dhe faktikisht mbasi kisë babait unë e bëra një grup polifonik, po janë dhe kushtet puna, një hallet tash. Që kërkojnë impenjimin e vet. Po pra, edhe Sandri u kënaq se unë kisha bërë dhe një këngë, kisha formuluar vetë këngën. Polifoni muzikën, domethënë kisha formuluar vetë dhe u kënaq shumë Sandri se babai kishte ikur, nuk ishte më në jetë, po nga që ma lasi amanet unë ja bëra. Kështu që Lefteri ishte shumë i detajeve për gjithçka. Dhe duke qenë i detajeve nuk je i lirë ti ta bësh atë që do. E kuptoj. Se mendohesh mirë. Atë këngën që ja ke treguar të Madhi Lefter Cipa me audio njëherë, pa më pas me imazh që i lidhet dyja komponentet, mund të marrë sillesh pak të lutem? Po. Të falenderoj. O çuni sanatë në malenatë no vetëmo, çuni sanatë në malenatë no vetëmo, natë no vetëm e zeza, ohën e bukur allonare, natë no vetëmo, ohën e bukur allonare, natë no vetëmo, natë no vetëm e zeza. O çuni sa që ti çojë bukë natë no vetëmo, çuni sa që ti çojë bukë natë no vetëmo, natë no vetëm e zeza. O se gjitha të zinë burë natë no vetëmo, se gjitha të zinë burë natë no vetëmo, natë no vetëm e zeza. Nuk e qëmë deri në fund. Pasi ne zgjodhëm këtë tekst, sepse ata e donin qik edhe në bazë të tematikës që kishin, dhe ishte vërtet. Edhe ishte dhe kjo se hëna e bregut ka më shumë ndriçim. Do shta kjo luan rol shumë deti.
duke qenë si pasqyrë, dhe vërtetësisht, nuk është se e them unë, po ta shikosh, të shkosh një në dimër, në himar, flasim në natën më të acartë, në janar, të shikosh është shumë më ditë nga vendet e tjera. Sepse sinqerisht, hëna atje ndriçon më shumë, është pasqyra e detit që e bërë. Prandaj dhe unë zgjodha këtë me hënën allonare, themi neve po. Teksti kujt ishte? E kjo është këngë e popullit, është tekst shumë i vjetër, por është kënduar edhe në shtëpinë tonë, sepse ne na e vënë kusht edhe tekstin. Tematika ishte e ndryshme, edhe zgjodhëm këtë sepse babaim kishte këngë shumë të bukura që unë mund t'i këndoja. Kishte Bekën e Bardh, kisha Një dy fek mbas bregu tra, ishte Manu Shaqja, ishte këngët e adhëlltim janë ilaçja në shërim, po. Por na e vënë një tekst, donin një tematik që të kishte një çik melankoli, se nga që ata ishin studius, edhe donin diçka të veçantë. Ma më pëlqen shumë edhe kjo poezi, e cila është edhe këngë e Lefter Çipës, më lejon që ta recitoni këto momente. Të vraftë Perëndia, të falë të Perëndia se një herë s'mu fale, për hallet e mia s'pate shpirt të qaje. Ti e di për tyja mbaj mbi supe male, ti e ndi nga vjen fuqia ka qemale. Moj ti e vraf shveten me duart e tua, pa ty po të mbeten, veten s'kam që dua. Poezi shumë e bukur, por më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë kur e ka interpretuar i ndjeri Yso Xhaferaj, që i madhe Lefter Çipa në ato kohë nuk po e vazhdoi më poshtë, për vetë faktin se u preka në këto momente kur e ka kënduar i madhi Yso Xhaferaj dhe thoshte që vlerësimi i Lefter Çipës për të ka qenë që një ndër zërat më të rrallë hynor i polifonisë është Yso Xhaferaj. Largimi nga jeta i Ysos, si keni pritur para? Vërtetësisht, ikja e Ysos krijoi një krizë në këngë polifonike. Hedhja ati djali është e paritshme. Dhe këtë gjë unë kam bërë dhe disa herë status në Facebook, pasi kënga polifonike është në krizë. Në shumë drejtime, po në veçanti për hedhjen, se që të jesh hedhës në radhë parë duhet jesh krijues. Jo kushdo mund të bëhet hedhës. Duhet jesh krijues, po duhet kesh dhe zërin, sepse hedhësi e ngre këngën shumë lart. Unë një ditë duke dëgjuar një këngë të Pilurit herët, nuk është se unë e kisha ndërmend ta studioja, për siç duket është dhe Geni, shpeshherë bë këngë polifonike në YouTube që i dëgjoj se më pëlqejnë. Në një moment shikoj një këngë të Pilurit, ishte Hënë zëmë rumbullake dil në zonatën bazdarke, se dolëm prapë te Hëna. Dolëm prapë te Hëna se e kam dobësi Hëna. Për një brega se pashmangshme. Po, dhe më trohoqi vëmendjen hedhja. Se gjithmonë Piluri Piluri gjithmonë është shquar për hedhëset. Se ne jemi një popull që këndojmë lart. E kemi dhe tonin e zërit, e kemi vetë e kemi shumë të lartë, dhe duke të gjuar më troqi vëmendjen, sa shiko sa lartë e ngri hedhja këngën polifonike. Sinqerisht, aty mu desh që të futesha vërtetësisht ta studioja. Dhe aty vurare pastaj që të studioja zërin e Ysos, a ishte një zë i veçantë. Zë si Ysos nuk vjen më. A i mungon asambli të shtetit, i ka lënë një boshllëk të madh. A i mungon gjithë polifonisë. A i familjes tonë na mungon jashtëzakonisht shumë, se unë atë kisha deklaruar një vëlla të vërtet. Pavarësisht se kisha 4 vëllezër, Ysoni kisha deklaruar një vëlla të vërtet. A i la shumë boshllëk në këngën polifonike. Megjithëse këngët polifonike tani është për të qarë hallin në shumë drejtime, por në drejtim të hedhjes është, akoma kemi 2-3 elemente që janë të vjetër, por elementari nuk po dalin akoma dot, është shumë e vështirë. Babaim nuk ishte thjesht një poet, babaim ishte kompozitor, babaim bashkëbisedonte me kompozitorët për problemet të ndryshme të këngës. Ishte një studius i mirëfillt. Nuk ishte thjesht se po bënde një grup polifonik dhe po bënde prova. A i intononte me frizharmonik, edhe gjithë antarët e grupit. A i nuk e ke idenë se çfarë bënte, në çdo moment që a i bënde prova, vinte veshje ndërmjet dy këngëtarëve të grupit, dhe kur shikonte që hajshin zërat, i thoshti do ikësh këtej, do shkosh atje. I gjente në mënyrë të tillë që të kishin harmoni zërat. Dhe shmëse e vërtet, në qoftë se nuk kanë harmoni, zërat nuk ecin. Ti shiko grupin e Himarës, vërtet ka 6 veta, po kanë harmoni zërash. Dhe prandaj kanë komunikacion.
po nuk pati harmoni zërash nuk ecën. Babai ishte gjithmonë në studim të zërave. Dhe ai shikonte njëri duket që kur flet, që këndon apo jo. E jo më pastaj kur e ka në trashëgimi, se këtë pjesë studionte shumë. Vajzat që kishin nënat që kishin kënduar, ato i tërhiqte. Dhe ishte mëse vërtet. Të shumtat e vajzave që kanë kënduar kanë pas nënat këngëtare. E qartë. Po, nuk është rastësi. Më vjen vërtet mirë që ju flisni kaq me ëndje për polifonin, pasi jeni bija e Lefterit. Por pyetja ime për ju është që duke qenë fëmijët e një kollosi kaq të madh, Lefter Çipës, keni qenë më shumë të privilegjuar për kohën në të cilën keni jetuar, apo keni qenë në një dilemë për rrugtimin tuaj profesional? Shiko, nuk mund ta mohoj atë pjesën privilegj shpirtëror më shumë, sepse për fat të mirë ne kemi qenë fëmijë të mbar, kemi mësuar, talentin e kemi pasur vetë, sidoqoftë ka të ngrota janë të ngrota, thjesht kur të thonë që je vajzë e Lefterit, lumturohesh. Sa herë unë që takoj në Tiranë, miq, shokti, gazetar, njerëz të ndryshëm, dhe kur flasim bashkë dhe diskutojmë, më thonë, sa ke marrë nga babai. Vërtetësisht lumturohem. E jo më pastaj kur thonë, gocë e Lefterit, sa mirë. Privilegji që ndron, po ke privilegj në shpirt i ke të gjitha. Bile këtë gjë më pëlqen tek ty si një djalë i mrekullueshëm që je, sepse je i veçantë. Po nuk mund të ndodhë ndryshe. Pamja e bukur nuk mund të ketë mendime jo të bukura. Që pamja e bukur do sjell mendime të bukura. Faleminderit, më bëri të skuqem, faleminderit. Pa u ndalur më shumë tek familja juaj, pasi i rezervuam të gjitha dhe familjen Çipa, kush nuk e vlerësoi, ka vlerësuar dhe i madh drejtori Agolli dhe shumë artistë të tjerë që nga Vaçezela. Sa të lehtë keni pasur ju e dashur parashëvi që kur jeni njohur me bashortin tuaj për t'ia përcjellë të lajm aty tuaj? E kam pas aq të vështirë sa nuk e ke idem. I mat kishte një gjë që ai nuk falte asnjë gjë në jetën e vet. Dhe duke mos falur, ti mendoshe mirë. Bile ai kishte edhe një gjë të mirë që nuk donte as martohesha fare. Po, nuk donte, jo, kam pas shumë të vështirë. Domethënë, po, sepse në fakt Cili ishte arsyeja që nuk ju nuk kishte asnjë lloj arsye, por ai më donte që unë t'isha në shtëpi. Ishe pranë ti. Po, më donte t'isha në shtëpi pranë ti. Dhe unë kisha shumë të vështirë bile. Unë jam fejuar në moshën 28 vjeçe që për kohën që ishte quhesha e madhe. Sepse kështu kishim hallet e familjes, isha e madhe e fëmijës, gjithë vëllezërit kisha në shkollë dhe dikush duhet ishte në shtëpi. Si më tha dhe i mat që ti më dole një kolonë e fortë në familje. Se ai aq sa burr ishte, aq kishte dhe atë krenarin ose të kërkonte të falur. Më thënë shumë gjëra ai ka kërkuar të falur, por këtë po të më kërkonte mua dikush në atë kohë që për të fejuar, mund të ndodhte luftë e tretë botërore në shtëpi. Aq i vështirë ishte. Bile nuk ishte çfarë bënte, se dhe unë e pash që duhet një moment të vendosja të bëja familje dhe ai nuk donte. Vetëm se vendosa unë dhe nuk kishte çfarë të bënte. Aty do me. Si e sillni përmend tani që ju a kujtova unë në të pjesë? Jo tani vërtetësisht, domethënë më kujtove diçka shumë të veçantë se kisha menduar se kisha harruar. Po nuk donte, babai im kishte nevojë shumë për shërbime vërteta. Nëna ime ishte shumë e ngarkuar gjithkohë. Në shtëpinë tonë kanë hyrë dal njerëz pafund. Dhe duke hyrë duke dal njerëz pafund, patjetër që ka dhe shumë punë. Se nuk është si tani mund të marrësh një shërbëtore dhe të ndihmon të bën. Po përsëri e shtëpisë është e shtëpinë. Dhe unë duke marrë dhe shumë veti të tij, duke qenë një vajzë e gjallë, se puna, jeta, shkolla, më ndryshoi, nuk ngela ajo vajza e brisë që isha. Kisha filluar që kisha më shkatët dhe nga goja dhe ai kënaqej, lumturoi shumë sepse unë ja bëja të gjitha gjërat siç i donte ai me detaje. Që nga larja e kostumeve hekurosja, ne nuk i çonim kur pastrim krimik. Gjithmonë i kam larë hekurosur unë në shtëpi, sepse ai i bënte edhe vet këto pjesë. Në moment që unë dola ai nuk merrej më me këto sepse isha unë. Dhe duke u kënaqur shumë nga shërbimi nga këto, ai ishte në rregull, pasat, ama. Kështu që i pëlqente kjo pjesë dhe nuk e kishte shumë bezi martesën e gocës. Nuk donte se të njëjtën gjë ka pas edhe me hallat. Nuk është se ka dashur që ato të martoheshin. Edhe i kam pas të talentuar edhe hallat.
kanë kënduar me grupin e Pilurit, kanë qenë të gjitha. Do thënë, po e kishte shumë problem, artesën e gocës njëre kishte shumë problem. Po nga vëllezërit ke pasur ndonjë pengesë për pjesën e njohjes tuaj me bashkëshortin, apo vetëm fjala e atit tuaj të vriste? Jo, vetëm fjala e babait, po vëllezërit unë në fakt gjithmonë vëllezërit mi janë shumë paqësorë. Dhe me qetësi dhe me paqe i zgjidhin problemet. Dhe unë isha dhe me madhe dhe ata ishin në shkollë, atëherë mbaruan shkollën, ishin punë, por nuk mund të futeshin më tek unë, duke qenë një moshë pjekur, unë as diskutoj që ata të më ndërhynin, absolutisht ata kanë qenë dakord për gjithçka që unë isha dakord. Se me vëllezërit marrëdhëniet i kanë pas shumë të mira. Me Sandrin kemi qenë më afër në moshë, edhe kemi qenë të larguar normal, ata të larguar ishin. Por gjithmonë ne kemi gjetur gjuhë, nuk mbaj mend ndonjëherë që ne jemi grindur dhe si fëmijë. Absolutisht jo, bile në himar që ne jemi rritur si quheshim të huaj në himar atëherë, se nuk ishim vendas, dhe gjithmonë ne si fëmijë na mban në gojë për mirë, vetëm për sjelljen tonë, për harmoninë që kishim, që nuk ziheshim, që nuk shanim, nuk përdornim fjalë banale kur. Unë edhe sot e kam shumë të vështirë të jem në një ambient me njerëz që flasin, pavarësisht se në shtëpi ne s'kemi folur kurrë banal, as nën as babai. Meqense mund dale pikërisht te kjo pjesë që kur ulesh në kafe në kafene ose kur shëtit në për Tiranë, has shumë fjalor i cili i lë për të shiruar. Si e komentoni këtë pjesë e Dashur Parashqevi? Shiko, unë kur has kam një gjë të mirë shumë që edhe ndërhyj, edhe flas. Një ditë isha në kafe, ishin disa vajza gjimnaziste. Unë aty duke ndonjëherë kam një libërçan që ulem lexoj çdo ditë në kafe vet, e filloj ditën e dua shumë mbar, paqe me veten. Dhe libri ta jep atë paqe. Të duke dëgjuar këto gocat që po flisnin, më ra në vesh një fjalë që nuk më pëlqeu. E thanë herën e parë nuk reagova. E thanë herën e dytë. Dhe ju kthem, vajza jo them, po pse filloni ditën kaq negativisht? Se filloni ditën i thash me një fjalë të bukur. Ty vej dhe dita mbari, thash. Na falo te ta thanë ato, nuk është halli se t'ju falun, i thash, sa unë pak momente jam të do iki. Po për veten tuaj. Të falë të Perëndias. Të falë Perëndia. Për veten tuaj, pse nuk e filloni ditën aq pozitivisht? Që të shkoj dhe dita mbar dhe jeta mbar dhe gjithçka. Dhe kjo më vjen shumë keq për shumë të rinj tek neve. Çfarë të rinj janë mosha jonë, që banaliteti na ka mbuluar gjithandaj dhe mua më shqetëson shumë kjo pjesë. Po si mund të flas banal kur unë jam rritur me një edukat tjetër, me një kulturë tjetër? Si mund të ndryshoj unë? Atëherë fëmijët tanë çfarë do marrin? Detyrimisht që do bëjnë më keq nga neve. Dhe kjo në Shqipëri është shumë për të... është shumë, do më thënë gjë që mua nuk më pëlqen dhe nuk mund të ahoneps edhe vetë. Shpirtërisht nuk e ahoneps. Unë dhe në ato bus të jam reagoj, për gjëra që nuk më pëlqen reagoj. Kur ju reagoni, ka ndodhur ndonjëherë e dashur që të kundërvijen? Jo, e di pse? Se dhe unë në psikologjinë deri diku e kam pak të zhvilluar dhe mënyra se si unë reagoj me qetësi, me butësi, me dashuri, ata nuk lejoj që ata të kundërveprojnë. E kuptoj. Kështu që ajo paqja ime dhe ajo mirësia ime që unë ju drejtohem, me njëra ta tërheqin. Na fal o të ta thonë, se ka ndodhur disa herë se me autobus udhëtoj çdo ditë. Dhe jam kudo, ja. Dhe mua më pëlqen kjo pjesë që, domethënë, e pranojnë atë në një fakt. Se nëse edhe një të riu i ngrozorin tip se vërtet se bën detyrimisht dhe ai do të kthehet. Mënyra e komunikimit ka të bëjë shumë dhe mangësia tek neve këtu fillon te komunikimi. Ju gjithashtu jeni dhe përveç se ju këndoni, jeni dhe një instrumentiste shumë e zonja në flaut. Unë pavarësisht se unë e di historinë që kontaktin tuaj kohëve të fundit me flautin, dua që më tregoni ju. Atëherë, arti trashëgohet, duam apo nuk duam neve. Unë edhe në shkollë të mesme që kam qenë ishte ajo që thash për babain, që ishte në çik natyrë jashpër dhe unë isha e brisht, dhe në shkollë kur isha nuk arrija dot që unë ta nxirja atë botën time që kisha të brendshme. Gjithmonë ngela në një guac këtë të mbyllur, nuk dilja dot. Bile edhe sot, ma thonë shumë profesora që unë i kam pasur atëherë, më thonë nuk ishe kjo që je sot në shkollë. Po s'kishte si të isha, sepse isha shumë e brisht.
duke dëgjuar gjithmonë muzikë dhe sidomos kur dëgjoja flautë dhe violin, që janë dy instrumenta shpirtërore, unë gjithmonë qaja. Dhe unë për fat kam dy çuna dhe çuna duke më dëgjuar dhe parë që unë po qaja, nuk ka djalë që të shikoj në sytë e nënës Pikloti. Dhe më thot një ditë çuni i madh, mami thot, unë nuk mund të shoh në sytë e tu lot. Unë i thash, nuk i kam nga hidhrimi, i kam nga gëzimi, sepse më pëlqen aq shumë muzika, që unë nga gëzimi unë po qaj, nuk qaj për nga hidhrimi. Atyre kur unë mbusha 50 vjeç, çunat e mi dhurat për ditëlindje më bën një flaut. Këtu më ndryshoj gjithë jeta. Vërtetësisht, do me thënë, fëmija ja ndryshon jetën prindit. Se themi ne prindi fëmis. Jo, ndodh që edhe fëmija ja ndryshon jetën prindit. Nuk e kisha menduar kurse unë do kthesha më në art. Unë kisha menduar, se kisha qenë edhe emigrante 10 vjetë, dhe kisha menduar që i kisha larë duart me artin. Por ai kur i brënda, një ditë do shpërthen. Madje edhe ati juaj u gëzuar shumë në atë periudhë. Babaj im ishte një moment që nuk e dinte që unë kisha marrë Sandries babaj dhe po bëj promovimi i triologjisë. Po, që ishe libri i babaj, Aleksandr i Çipës, Sandrit edhe i Akrit. Po. Dhe ishim në Vlorë. Thot Sandri, dua një instrument, thotë më, kam unë i thash. Shnetim, thotë më, kështu flaut. Dhe në moment që unë kam dalë, ishim në lokal me flaut, E kishte të marrë me vete? E kisha marrë me vete. Kur tha Sandri? Po, babaj nuk e dinte heri parë që ai vërtetësisht lotoi. Se s'më kishte dëgjuar dhe nuk e dinte që unë kisha marrë. Dhe gjithmonë sa herë ai mërzitje më merrte në telefon, më thoshte, para shevi mbaj telefonin hapur dhe biri pak flautit. Gjithmonë kur ishte ngarkuar shpirtërisht, po. Dhe unë filloja e bija dhe më thoshte, i pëlqeja shumë se unë kisha shumë muzikalitet. Më thoshte, për muzikalitet je as. Do ritëm, do botë, më thoshte mua, dhe gjithmonë këtë gjë ma bënte. Dhe unë vërtetësisht jam shumë e lumtur që në shumë momente ja kam çliruar shpirtin. Dhe ai lumturoi vërtet. Mua aty më ndryshoi jeta pastaj, por do jem instrumentistja që kam shijuar më shumë flautin se kushdo tjetër. Pse do thuash? Kudo ku shkoj, e mërë me vete. Shkoj në mal, bëj video, e hap aty knaqe, lumturon, shkoj në lumë, shkoj në det, kudo ku shkoj, jo vetëm mua, por edhe shikoj që kur postoj në Facebook me video me flaut, njerëzit reagojnë shumë. Bile shumë njerëz ma kërkojnë, ama na qoj një video me flaut, sepse i çliron shumë shpirtërisht. Ndoshta edhe këto krijimet që unë bëj, se këto janë krijimet të botës time, duke u frymëzuar më shumë nga zona ime dhe nga këngët polifonike, dhe ato më frymëzojnë, dhe vërtetësisht unë sjell diçka të re në flaut, që njerëzit i tërheqë e bëj për vete. Dhe vërtetësisht unë lumturohem që ka mundësinë shumë njerëzve t'ju lehtësoj sa do pak dhimbjen që ata kanë. Sepse sot jetojmë në një kohë shumë të vështirë, njerëzit, shpirti njerëzve është i mbushur plot me dhimbje. Të larguar njerëzit, fëmijët kanë ngelur pleq vetëm, vendi zhboshatisur. Unë te kafet që jam te puna afër, gjithkohë ato kafe kanë qenë plot me të rinj. Dhe tani më vjen shumë keq se janë bosh. Ku janë këta të rinj? Kështu që vërtetësisht edhe ndoshta se unë kur kam marrë flautin fillimisht, nuk lozja do të pjesë të gëzuar kur, vetëm pjesë melankolike. Dhe si duket ato të grumbulluara gjatë kohës, filluan kurse tani tash është liruar gjithçka dhe tani ka filluar ndryshe. Mundet të na improvizosh diçka, ju lutem, këtu për audiencën tonë që na ndjek në këto momente? Patjetër, është shumë kënaqësi. Dhe aq më tepër në këtë podcast të mos të interpretosh sikur nuk do kishte vlerë për mua. Ju falenderoj shumë.
Faleminderit. Të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Kam shijuar jashtëzakonisht shumë. Faleminderit dhe për mua ishte kënaqësi shumë. Të komplimentoj shumë për këtë talent që ke. Nuk di që të them, jam si në përëndra tani. Le të falenderoj shumë, të uroj karrierën tënde, një jetë sa më të bukur dhe sa më të këndshme, siç ke pamjen, ashtu të kesh edhe karrierën. Shumë faleminderit. Sepse je një djalë i ri dhe vërtet më pëlqen që je në vendin tënd dhe po ecën dhe po e shijon. Dhe nuk ka gjë më të bukur se sa të shijosh atë që do. Të uroj vetëm fat, mbarësi dhe vetëm gjithë të mirat e botës. Falenderoj vërtet shumë. Shumë faleminderit për fjalët e bukura. Kënaqësi që të pata ditën e sotme në këtë podcast. Të vlerësoj shumë që më the këto fjalë kaq të bukura, kaq të ndjera që vërtet më kanë prekur ditën e sotme. Jam thjesht pa fjalë. Shumë faleminderit dhe një privilegj që të pata ditën e sotme në këtë podcast. Dhe nuk mundet ta mbyllni më bukur të podcast sesa në tingujt e flautit tuaj. Shumë faleminderit edhe një herë dashur Parashevi. Kënaqësi. Ju falenderoj shumë pasi edhe ju kam ndjekur dhe kam vënë re që ju vërtetësisht të zgjidhni elemente që ja vlen ti dëgjosh. Janë vërtet njerëz dhe artistë vlera që ke qef ti dëgjosh. Ky është vërtet një podcast që është vlerë. Dhe për këtë përgëzime dhe mirënjohje nga ana ime. Edhe një herë shumë faleminderit. Ndihem shumë i privilegjuar që kam një artiste e cila arrit nga një familje me traditë dhe me taban popullor, ashtu sikurse edhe unë adhuroj tabanin popullor. Shumë faleminderit, kënaqësi që të pata ditën e sotme në këtë podcast dhe ne do të takohemi pa diskutim edhe në ecurin ton, pasi ne kemi një miqësi të përbashkët për një periudhë të caktuar. Faleminderit edhe një herë dashur Parashevi. Faleminderit juve, kënaqësi. Miqtë e mi, ditën e sotme kisha të ftuar në podcastin tim Parashevi Çipën, bijën e të madhit Lefter Çipa, me të cilën ditën e sotme në këtë podcast u ndalëm tek disa çështje të cilat nuk i kishim dëgjuar deri më sot. Të nderuar shikues, unë ju falenderoj që na ndoqët ditën e sotme këtu në podcast me mua Mikele Kallangjiun. Se kush do të jetë i ftuari tjetër të shtunën e ardhshme, ju ftoj të na ndiqni në orën 18:00. Deri atëherë, miru takofshim.